Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Sonte, i ftuar i radhës është ish futbollisti, treneri dhe profesori i edukatës fizike Amir Veliu nga fshati Gradec. Me Amir Veliu bisedin jemi duke zhvilluar në studion e televizionit Koha. Amir, fillimisht mirë se erdhet në studion e televizionit Koha. Faleminderit për ftesën, gjithnjë është kënaqësi në këto studio tuaja, veçanërisht kur jeni ju si një nga gazetarët më të vjetër të këtij regioni. Atëherë, fillimisht për opinionin më të gjerë, edhe pse ju jeni njëri i njohur, sidomos në rajonin e Pollogut, shkurtimisht na thuaj kush është Amir Veliu. Po normalisht Amir Veliu është një person i cili ka lindur në fshatin Gradec, diku në vitin 1978, ku është edhe vendlindja ime fshati Gradec aty. Dhe normal, si çdo fëmijë i cili ka pas ëndër ose ka një pasion të cilin për të arrit, gjatë fëmijërisë time gjithnjë ka qenë futbolli në... Do me thënë, keni lindur në Gradec, shkollën fillore kam kryer në fshatin Gradec, ndërsa shkollën e mesme kam kryer në qytetin e Tetovës, po ashtu edhe fakultetin e edukatës fizike, ku kam qenë një ndër gati generatat e para të cilat kemi filluar me Universitetin e Tetovës, e cili kam kryer me sukses. Amir, si gjithë fëmijët, në asa kohë kur ju keni qenë më i vogël, atëherë keni ëndruar për futbollin, pasi infrastruktura e ka diktuar atë, nuk ka pas infrastrukturë tjetër për sportet tjera, prandaj edhe ju jeni orientuar me futboll. Atëherë na thoni kur i keni bërë hapat e para dhe e mbani mend trenerin i cili u ka mësuar ABC-n e futbollit. Po normal, si gjithë fëmijët të cilët kanë një ëndër, edhe une kam pas një ëndër, gjithë një ëndrën e sportit të futbollit. Të them të drejtën, une kam trashëguar nga babi im. Babi im ka qenë futbollist aktiv në ato kohët e hershme. Dhe une si fëmijë gjithë një aty ke shtëpia e lindjes ne kemi pas një hapësirë, goxha të madhe për të aktivizuar me pjesën e sportit, dhe mbaj mend diku kam mosha 5-6 vjeçare, ku i mirësha këpucët e babit tim, visha dhe dilsha në të hapësirën o borin aty të shtëpisë, dhe ku kishim shumë pemë të mbillura, të mbjellura, dhe gjithnjë improvizojsha si llojin e portës. Dhe gjithnjë, edhe pse ato këpucët ishin shumë të mëdhaja për atë kohë, si unë si fëmijë 6 vjeçar, po gjithnjë kisha një ëndër që një ditë t'i kem këpucët e mia dhe gjithnjë bëjshim improvizimin e gjuajtjeve të para të topit të futbollit në atë hapësirën e oborit të shtëpisë time. Thatë se edhe prindi juaj ka qenë një futbollist, edhe na thuaj kush është edhe ku ka luajtur ai? Po shiko, si e ceka edhe Manal, prindi im po ashtu ka qenë një futbollist, i cili në ato kohë ku edhe ballafaqua me rrethona pak të jo të mira për arsye se koha ka qenë ashtu. Do thonë prindim ka filluar hapat e para po ashtu në klubin e futbollit Gradec. Pastaj në ato ekipet të regionit si ka qenë Piroki, Dobridolli, ato pjesët aty rrotullu, dhe një pjesë të situatës të cilat normalisht rikret ne si shqiptari e ka bërë në Mërgim, ku edhe atje ka qenë si futbollist aktiv. Do me thënë, idhulli juaj si futbollist është baba juaj? Do me thënë, prindi im ka qenë një udhërëfies të cilët unë gjithnjë kam pa vetveten nesër pas nesër ta shoh si prindi im tim shumë normal, po, shumë normal. Atëherë, a e mbani mend ndeshjen e parë zyrtare në ekipin e Teteksit që keni luajtur dhe kundër cilës ekip keni luajtur? Po kështu, shembull në fillimin e hapave të para ka qenë aty fshati im Gradeci. Pastaj si fëmijë unë kaloj në ekipin e Pirokit, aty kanë pas ato si shkollë pak të futbollit.
Dhe prej ati kemi pas një ndeshje mjesore kundër ekipit të Teteksit me ato gjeneratat e reja shumë me gjeneratat e pionerëve ose pionerëve të ri, dhe ati më vrejnë talentin ose angazhimin tem dhe mbas 2 dite më bëjnë thirrje të bashkangjitem në ekipin e Teteksit këtë rit. Dhe kështu do të thonë une pjesën e më të madhe të shkollës së futbollit i kam kaluar te ekipi i Teteksit deri në ekipin e seniorëve, ku edhe diku kam mosha 17-18 vjeçare çatë mosh, më kanë thirrë ndeshjen e parë të cilën kemi pas e mbaj mend ndeshjen për kupë, të cilën kemi luajtur kundër Vardarit, në atë Vardarin ku ka qenë me vërtet një ekip shumë i fortë, dhe kemi luajtur në stadiumin e qytetit të Shkupit. Dhe unë atje kom debutuar si fëmijë, më thonë 17 vjeçar, diku 18 vjeçar. Çfarë rezultati patët? Po shtash nuk kujtohet shumë, për më duket se kemi dalë me rezultat barës në atë periudhë. Cilët ishin ndjenjat e Amirit pas asaj ndeshje si futbollist në një ekip siç ishte Teteksi dhe në atë kohë kundër një ekipi Vardari që ka qenë një ndër ekipet më të mira në Jugosllavinë? Bisedohet në vitet, duke me thonë vitet 97, 98, 96, këto kanë qenë vitet ku shembull Teteksi ka qenë një ekip me vërtet shumë i organizuar, me një akademi shumë të organizuar, ku dilshin shumë lojtarë talent për asaj. Ndërsa Vardari ishte kampioni i Maqedonisë. Ndërsa Vardari diskutohet ishte kampioni i Maqedonisë, me një ekip me legjenda me vërtet të nivelit shumë të lartë. Normalisht ndjenjat e mia kanë qenë të papërshkruara në ato momente. Dhe mbas asaj situate të cilat kemi luajtur atë ndeshje, ende nuk mundша ta mendoj veten se unë kam rritë deri aty të luaj me ekipin e Vardarit. Po, atëherë Teteksi luante në ligën e ditë në stadion, Po, Teteksi ka qenë në ligën e ditë, nëse ekipi Lubëtenit ka qenë në ligën e parë. Deri në cilën periudhë keni qëndruar në ekipin e Teteksit dhe asu avalli mbani mend sa ndeshje keni luajtur për Teteksin? Pasi që çeka edhe më lart, do të thonë diku periudha ka qenë vitet e 93 kur kam filluar si i ri, do të thonë 95 deri 98-99 ka qenë ajo periudhë. Si do të thonë gradualisht në shkollën e futbollit, do të thonë kadet, junior, pastaj edhe senior. Pastaj një periudhë të shkurtë kalojna unë bashkë me një ditë shokët e mi kalojna një periudhë në ekipin e Shkëndijës, ku në fazën përgatitore, në fazën e dimrit, ku përgatiteshëm për kampionatin pranveror, kaluam një fazë përgatitore, ndërsa unë kur duhej ekipi të transferohet për shku në fazën përgatitore, pësoj një smundje, një ftohje shumë të madhe, dhe nuk jam në gjendje për të shku me ekipin ta përballoj. Dhe përsëri pastaj bëj një kthim në ekipin e Teteksit, ku dhe një vit kam qenë i hozuar në ekipin e Raqicës, ku ka qenë një klub shumë i organizuar në ato periudha, gati si nivelit e ligës ditë, dhe gjithnjë kanë qenë në krem për ta kap ligën, ato kanë gjithmonë luftonin për të hyrë në ligën e tretë. Ligën e tretë kanë qenë gjithmonë kanë luftuar për të hyrë në ligën e ditë. Po ka pas një organizim të jashtëzakonisht mirë. 94, 98 kanë qenë me të vërtet ishin Ajaxi Pologu. Po, ajo ka qenë. Kemi pas pak problematika të cilat ato nuk kanë pas fushë të sportit, po shumicën e ndeshjeve luajshin në kishin mirë po infrastrukturë. Shumicën e ndeshjeve luajshin në stadiumin edhe qytetit të Tetovës. Edhe në Tears. Po. Edhe këto kanë qenë disa peripeti të cilat ne, do të thonë si futbollist ri, pastaj përsëri kthehem në ekipin e seniorëve këtë Teteksi, ku edhe 6 muaj tjera vazhdojmë aty. Dhe përsëri më bën një hozë. Cili ka qenë suksesi më i madh gjatë kohës ku ke luajtur ti për Teteksin? Po suksesi më i madh ka qenë ne me ekipin e trive Teteksi më rrina deri në gjysmën finale të Kupës së Maqedonisë. Po. Ndërsa me ekipin e parë?
Do të thonë me ekipin e parë atëre gjithnjë ka qenë që aty nuk ka pas ambicie për shku në ligë të parë, por në ligë të ditë ka qenë një ekip me vërtet shumë i organizuar dhe me një akademi të cilët shumë futbollistë nxjerrësin nga ekipet e Teksit. Do të thonë në atë periudhë diku 95, 6, 7, 8 ku Shkëndija nuk ishte ende. A mbani mend ndonjë nga ato lojtarët të cilët kanë qenë bashkë me ju, sidomos nga futbollistët shqiptar? Po, si jo, më thonë, kam qenë me Vullnet Eminin, një shoq të cilët i kam shoq gjenerate, do të thonë Festima Demin, Berati Merin, Nebi Mustafin, Argjend Beqirin, këto kanë qenë... Më thonë krejt emra të njohur të futbollit. Po, krejt emra të njohur dhe kemi qenë shok shumë të afërt, ku edhe sot e kësaj dite mbajmë atë shoqërinë. Dhe gjithmonë diskutoni për futboll, gjithnjë. Sa gabime keni bërë edhe sa golla keni shënuar. Saktë, çashtu po. Pas përfundimit të karrierës në Teteks, Shkëndija dhe ju keni vazhduar përsëri me futboll, por në ligën më të ulët, në Kamjan, në Recec, në Gostivar. Po. Si keni kaluar në ato ekipe më të ulta që keni luajtur? Pirok, Kamjan. Po, shiko, në atë periudhë, do të thonë kur garohin në ligën e tretë, do të thonë liga e tretë ishte shumë ligë mjaft interesante dhe ligë shumë e fortë, do të thonë kishte ekipa shumë të shkupit. Do të thonë ai mund ta krahasojna si liga e ditë ndoshta e Maqedonisë që shtash, ka qenë liga e tretë atë. Dhe këta klube si Rečica, Kamjani, Piroki, këto tre thinës tonë, Drite, Bogovinës, kanë qenë klube me vërtet shumë të organizuara. Dhe me lojtarë të cilët kalëshin në shkollat në Teteks, Lubotensin, gjithë një lojtarë të cilët të kalibrit lartë kanë luajë edhe në për këto klube, por me cilën nga këto klube keni shënuar sukses më të mirë? Po do më thonë, suksesin më të madh mund ta kemi kaluar me ekipin e Gostivarit dhe ekipin e Kamjanit, ku kemi qenë shumë afër inkuadrimit në ligë ditë me Kamjanit, ku kena qenë në vendin e ditë ose tretin aty, po ka qenë diferenca një pikë me krahasim me edhe atëherë me ekipet të cilët kanë qenë si Metallurgi, Skopje, JSPO Skopje, ekipa shumë me renome dhe shumë me traditë madhe. Maxhari, Cementarnica shkonte në ligë të parë ditë, pasi në ligën e tretë. Më thonë ekipa të cilat shumë të organizuara dhe me lojtarë shumë kvalitet. Amir, ti përmende disa klube ku ke qenë pjesë atyre klubeve. Je i lindur në Gradec. Mirë, po nuk e përmendur se a e ke veshur ndonjëherë fanelën e klubit të futbollit Gradeci? Po, do të thonë në fundin e karrierës time më kur vendosa të tërhiqim kjo dhe të orientohem krejtësisht me një rrugë tjetër, për kuriozitetin tim kam luajtur, do të thonë një vit, gati se në fund të karrierës, në moshën diku 35-6 vjeçare, vetëm për kuriozitet e kam veshur një fanelë. Gjithmonë keni luajtur në repartin e mbrojtjes, ashtu? Repartin e mbrojtjes si zakonisht me sfushari i parambrojtjes atij organizator dhe në krahun e djathtë. A keni pasur oferta nga klube tjera? Edhe një vit që bëni pjesë, sidomos klubet më të mëdha që në atë kohë kanë luajtur në ligën e parë të Maqedonisë, në ligën e dytë. Po, unë kam kemi pas, jo një, po disa oferta, pastaj edhe gjatë karrierës time kam qëndruar edhe në Kroaci, në klubin e Sesvet, diku 6 muaj ditë. Edhe atje, me thonë, në atë periudhë ka qenë një klub shumë i organizuar, gati si ishte filiale ditë e Dinamos së Zagrebit aty, dhe unë e kam ushtruar aty, jam stërvitur me vërtet me emra shumë më dhej gjatë asaj periudhe në atë ekip. Po fati ka desh që nuk kam pas, ndoshta çashtu ka qenë ajo, nuk kam pas hapësirë me depërtu më shumë. Ose mundësitë kanë qenë shtash, kem vlerësuar dikush tjetër atë. Kur i thatë lëm të mirë futbollit aktiv? Po do të thonë, me Gradecin ka qenë ajo në loja e fundit dhe diku ka mosha 36 vjeçare, 36 vjeçare. A keni zhvilluar ndonjë ndeshje lëm të mirë se? Në atë periudhë jo, për fat keq jo, ka ngel ajo. Pse? Po s'di, ndoshta në çështje organizimit klubit ka qenë atij niveli çashtu të cilët
Sa ju vlerësojnë juve si ish futbollisti i atyre klubeve ku ke veshur fanellën e tyre, duke filluar nga Teteksi, Shkëndija, Piraku, Kamjani, Gostivari. Reqica, Gostivari. Po të them drejtën, gati se edhe sot e kësaj dite kur takohana me disa njerëz të cilët kemi qenë pjesë aty në ekipeve, unë besoj se me vetëm vlerësojnë shumë si personalitet, u dhe nga natyra jam ashtu shumë i qetë, shumë njeri modest, pastaj njeri shumë i kapshëm për bisedat lira. Edhe kështu me vërtet kam edhe ato e shohën edhe sot kur takona kanë një respekt ndaj meje shumë të madh. Mirë, me siguri gjatë kohës kur ti ke luajtur futboll, pra një periudhë të gjatë, ka pasur emra të njohur të futbollit. Cilët 3-4 futbollistë do t'i kishe veçuar ti si emra më të njohur? Shiko, do të thonë, në ato periudha të hershme si fëmijë, unë e mbaj mend shembull kur e kom pa kampionatin botëror për spari herë, do të thonë në Meksik 1986 me televizor pa ngjyra, me ashtu televizor me atë kornizën e drurit të cilët e kishte, do të thonë ka qenë Maradona asaj periudhe, në atë kulmin më të madh të karrierës vete. Dhe gjithnjë pas asaj kur i shifsha ato loja, gjithnjë dilsha në borë edhe improvizojsha lëvizjet e atije. Se si të bëjmë, si e. Normalisht periudha, çdo periudhë e ka atë idhullin e vet futbollit. Shtash për mendimin tim, unë kam qenë mbrojtës, një ndër mbrojtësit më të mirë të cilët Sigurisht Beckenbauerin e ke shiqur më tepër. Jo, një ndër mbrojtësit më të mirë të cilët e kam pas i idol ka qenë Fabio Cannavaro, një lojtar i cili ka qenë perfeksion. Po nga futbollistët shqiptar këtu nga rajoni jonë, cilët i mbani mend? Po nga futbollistët shqiptar, më thonë unë edhe si shok, edhe si kolegë, tash të cilët dinë me ka qenë gjithnjë Argjend Beqiri si idolli i ekipit të cilët edhe ku ka luajë dhe nivelin të cilët e kemë rri. Dhe normalisht shokët e mi të cilët i kom pas të skuadrës, të cilët kemi luajë gjithnjë, kam pas qifti në nivel edhe sa më mirë t'i shoh. Pas përfundimit të karrierës, ju nuk u ndajtët nga futbolli, por vazhduat në cilësinë e trenerit. Ku i bët hapat e para si trener? Kështu, unë, do të thonë, pas përfundimit të karrierës, do të thonë një periudhë para përfundimit se me përfundu karrierën, e vresha se gati se më rrugë dalje tjetër nga futbolli nuk ka, dhe mbarova fakultetin e edukatës fizike, të cilët e cek edhe me nalt, të cilët e kam mbaruar me sukses edhe me nota të mira, edhe kam mbaruar shumë shpejt. Se një vit gati se pauzova për arsye të futbollit, diku isha këtu atje, dhe kur e mbarova ata, edhe si profesor, unë kam luajtur në ekipin e Gostivarit, gati se një vit, 2 vite kam qenë në atë periudhë, kemi pas organizim të mirë atje, kemi pas ambicie e Gostivarin të ngrena sa më lart, dhe gjatë përfundimit më kam vazhduar në Gostivar me grup moshat e reja, si trener. Atëre, me thonë shokët të cilët i kom pas aty skuadrë, ma kanë mundsuar të hapësirë të fillojna si trener në grup moshat e reja. Kështu që hapat e para si treneri kom fillohu ke ekipi Gostivarit, ku vlen ta cekim, do të thonë, një Visar Musliu ka qenë zonë si jemi parë, ku hapat e mia ka marrë gati si kom si profesor. Mund të mburreni se keni nxjerrë një futbollist që ka emër jo vetëm këtu në vendin tonë, por edhe më gjerë. Unë mburëm me Visarin, e kom pas në zonës. Është shtyllë e reprezentacionit të Maqedonisë. E kom pas në zonës, edhe me thonë hapat e para si fëmijë, mbaj mend kur ka qenë në Stërviqe, ka qenë ati ku unë ku kom qenë. Me që e ka dhe shtëpinë afër stadiumit. Po, kom qenë ufeci si ekipës së grup moshave Gostivarit dhe kom pas në zonës shembull. Po, në ekipet më të mëdha keni qenë trajneri i parë që keni drejtuar ekipin, qoftë në ligën e tretë, në ligën e dytë apo? Po pastaj unë prej Gostivarit transferohem në ekipin e Dritës, ku ka qenë ligën e dytë, dhe inkuadrimi në ligën e parë me ekipin e Dritës, ku kemi punuar bashkë me shokun tim, të cilën e respektoj shumë, Jeton Beqirin. Gati një vit kemi punuar, ndoshta një vit e pak tepër, dhe përsëri kthehem në Gostivar të ekipi parë i seniorëve, ku kemi pas po ashtu një sukses
ku kemi ra në ekipin, kemi arrit deri të mbërrim në ballotazh për inkuadrim në ligë të parë, por fati nuk deshti edhe aty kanë qenë. Cilin e konsideroni sukses më të madh si trajner ju? Shtash si trajner, unë në kohën e fundit kam qenë inkuadruar te klubi KFB-s. Po, për Besën do flasim më pas. Po do thonë, unë si trajner mund ta konsideroj se ke klubi Besës ku inkuadrimi prej ligës 3 në ligën e dytë dhe pastaj inkuadrimi prej ligës dytë në ligën e parë. Po. Ju keni një kontribut të veçantë edhe për suksesin e klubit të futbollit Besa të Dobrodolit, që nga kategoria e 3 u kualifikuar në kategorinë e 2 dhe më pas edhe në kategorinë e parë. Cili është kontributi juaj për këto suksese? Po çta unë si trajner kur kam qenë atje në fillim, para se më shku këtë Besë, kam qenë gati se 9 muaj trajner, kemi qenë në vëllazërimin e Kërçavës. Dhe Besa në atë periudhë ishte në ligën e 3 dhe kam pas kontakt me njerëzit të cilët kanë qenë atje dhe më kanë thirrë ta marrë unë atë organizimin e ekipës dhe ta bëj trajnimin e ekipës. Dhe me ardhjen time, do të thonë, u bën disa ndryshime aty brenda, po ashtu në ekip, u ngri niveli i stërvitjes, u ngri niveli i lojtarëve, dhe kështu ngadalë kemi filluar në mënyrë edhe sponsorët të vinë ashtu. Në mënyrën organizative, afrimin e lojtarëve, më thonë me emra, me kualitetet, dhe ngadalë kemi bën gjyqjen në ligë të ditë, dhe po ashtu vazhdova unë si trajner aty në edhe si koordinator. Edhe si koordinator kam qenë edhe si trajner. Më thonë edhe deri në inkuadrimin në ligën e parë. Më thonë kjo mund të llogaritet një ndër sukseset ose më meritorës. Klubi i futbollit Besa nga Dobrodolli, që përkrahi nga familja Tahiri, arriti një sukses të jashtëzakonshëm me kualifikimin në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Mirë po, çka ndodhi? Pas përfundimit të kampionatit në ligën e parë, pra sezoni 2024-2025, ndodhi diçka aty dhe ndodhi edhe më keqja, tërheqja e sponsorëve, edhe këtë. Çfarë në fakt ndodhi me klubin e futbollit Besa? Po normal, në mënyrë organizative ka qenë nivel në fal familjes Tahiri, Haxhi Muhamet Tahirit me Djem Ziadinin dhe Elhamit, të cilët këtë qenë shtylla kryesore e financimit të klubit të Besës. Ne kretë tjerë të cilët kemi qenë, do të thonë, punëtorët e ekipit, kemi dhënë atë kontributin sa kemi pas mundësi maksimal. Thash që ju bëm një inkuadrimin në ligën e parë, dhe me inkuadrimin në ligën e parë, ndoshta pak na ngecën disa rezultate, dhe kështu ka qenë kretë, nuk ka pas dhe një çfarë problematike më. Ishte çështje organizative apo diçka tjetër? Mendoj se me tërheqjen atina jo ka qenë çështje personale atina. Klubi si klub ka funksionuar perfekt, në mënyrë perfeksionale. Kretë sendet kanë qenë kushtet në aspektin organizativ. Në aspektin organizativ, kushtet e stërvitjeve, kushtet e lojës, kushtet e angazhimit financiare, nuk keni pas asnjë probleme më të vogël, po. E çtash në lojën e fundit të cilën e kemi pas në balotazhin me ekipin e KF Bashkimit të Kumanovës. Do të thonë prej aty ndodhi një kthesë e madhe. Po, ndodhi çajo që ndodhi, të cilët ne nuk e prishim si klub realisht. U dhe ende vetë disa herë edhe kam hinë ato rrjetet sociale ose në YouTube, i kom analizoh shembull ekipin, nëse ne dallosh se cili ekipi i ligës dytë ose cili ekipi i ligës parë. Po çajo që ndodhi edhe sponsori, do të thonë, dhe fajtori gjithmonë do të mbetet i panjohur. I panjohur, po, fiks ashtu. Dhe normalisht sponsori e bën atë tërheqjen të cilët po nuk e pritshim edhe ne. Por klubi i futbollit Besa tani më nuk ekziston, por familja Tahiri vazhdon të përkrahë një klub të ri që është Besa Global. Po kështu, ne, do të thonë, me ekipën me akademinë. Në fakt me akademinë e futbollit ne vazhdojna, ku kemi një numër të konsiderueshëm fëmijëve. Do të thonë, ne aty punojmë 5-6 trajnerë, të cilët janë trajnerë krejt të licencuar, krejt profesora.
magjistra, funksionon perfekt, krejt sendet. Me thënë, nuk kemi ngecin në atë drejtim organizativ ose në atë aspektin e fëmijëve. Diku për momentin ekipi jonë numëron diku 170 fëmijë ose 160 fëmijë, çati i rrotullohet. Numri i futbollistëve ose i të rive. Kushtet i kena, stadiumet për stërvitje kena, E keni përkrahjen e familjes Tahiri akoma? Po. Aspektin e akademisë është në pronësitë e familjes Tahiri. Si u prit, do me thënë, vendimi i familjes Tahiri për largimin nga garat në ligën e parë, pastaj në ligën e dytë? Do me thënë, si e përjetohet ju stafi i trajnerëve, futbollistët dhe të tjerët? Se me të vërtet ka qenë një moment i dhimbshëm, jo vetëm për atë ju që keni qenë të kiqur drejt, por edhe për opinionin më të gjerë. Po, si me thonë, normal që tash të derisa kemi rri me një stat ose me një shkallë të lartë, do me thonë, ligës parë, dhe ambiciet gjithnjë shtoheshin për të shkuar edhe më lartë, por normal ne ai moment nuk ka qenë shumë i kënaqur për kretën me, normal se ne kemi qenë punëtor. Keni qenë të zhgënjur, a? Kemi dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Sa kemi pas çat mundësi, thonë diçka tjetër. Por normal, ajo pritja ka qenë normal e hidhur se ne kemi munduar se do të ecim, do të mëjmë edhe më tepër, do të organizohena edhe më mirë, do të mundohena edhe mënyra e kualitetit rritet edhe më shumë. Po normal, do të shtash ajo sponsor, ajo kryesori, ai vendosën për fjala e tij është e fundit, ai vendosën për atë çështje. Megjithatë, një e mirë është që vazhdon funksionimin Akademia e Futbollit. Po, Akademia e Futbollit vazhdon pa. Sa ka gjasa ose a mendon ju, por edhe pronarët, që sërish të filloni një si të them, një kohë më të re, për shembull, në të ardhmen përsëri të kyçeni në garat në ligën e dytë, pse jo edhe në ligën e parë? Po që tash në atë drejtim nuk mund të flas diçka kështu, ajo nuk varet nga ana jonë, ne si trener, si organizator, ne i bëjna punët tona profesionale, po ajo krejt do të varet nga personi i cili është kryesori. Në qoftë se ai ka vullnet ose në qoftë se ka dëshirë për ta vazhduar. Domethënë kryesisht varet nga vullneti i sponsorit. Kryesisht varet nga vullneti i sponsorit. Nëse ka vullnet, ne jemi në disponim të ndihmojna në çdo aspekt, në çdo drejtim, ndash si trajner, ndash si staf organizativ, çfarë të ketë nevojë. Unë besoj që me mos shohjen e akademisë, të cilët funksionon në mënyrë profesionale, të cilën interesimi i madh ne përfshim një rajon goxha të mirë të pjesës dhe me talent të shumë. Po, kësaj pjesës ku përfshihen aty Bogovin, Pirog, Grades, Negotin, Dobritol, Topliz, vrapçisht e pjesë, domethënë goxha një numër i madh i fëmijëve mlidhen aty dhe normalisht bëjmë ato garat e nivelit të fëmijëve të cilët janë. Shashti që mendimet, ideat aty janë krejt. Amir, ju një kohë të gjatë jeni si futbollist në disa klube, thatë që keni luajtur, me Besën keni pas rast që të ndjekni të gjitha klubet në vendin tonë. Atëherë, sipas juve, si është cilësia e futbollit në Maqedoninë e Veriut? Do të thonë, niveli i garimit të cilët e kemi pas në sezonin të cilët ka kalu, do të thonë sezoni 2024-25, ka qenë më në nivel. Nëse bisedohet për këta vitin e kaluar edhe vitin të cilin imi qëtash. Po, do të thonë, ka qenë pakës më në nivel. Do të thonë, ne kemi pas ne si Bes me gjithat angazhim ose me gjithat kontribut lojtarëve, me gjithat lojtarë me emrat të cilin kemi pas. Me gjithat investime, pa kemi pas probleme të cilët erdhën deri kjo situatë. Ku klubet tjera kanë qenë po ashtu matur. Si vjet nuk e shoh shumë këtë organizim, ku shoh, flas personalisht për vetveten tebe, më thonë, unë e shoh aty një Shkëndi, Vardar, dhe nuk shoh dhe një klub tjetër të cilët e ka këtë nivel shumë.
Shih çfarë probleme ka ekipi i Shkupit, shih Rabotnic, shih çfarë probleme ka. Mos bisedojnë akademia ose Brera e Strumicës, dhe Pelisteri po ashtu, një klub me traditë, po ashtu nuk shoh një farë ekipi me pas me të cilët. Do të thonë gjithmonë atë që kemi konstatuar edhe ne së bashku në emisionet e ndryshme që kemi mbatur se në futbolli në Maqedoninë e Veriut pa pjesëmarrje në pa një shkëndi të fortë dhe pa një vardar të fortë nuk është ai futbolli që ai nivel i cili pritet. Po, të shpresojmë se do të vazhdojë kështu të jetë. Dy ekipe të forta së bashku me ekipe tjera të nivelit më të organizuar, më të forta dhe më cilësore. Beso unë edhe kur unë ndjeki shumë edhe ligën e parë Maqedonisë edhe ligën e dytë, për shkak se ne kemi lidhë rrethanat të cilët kanë qenë, si klub ne kemi pas interesim për lojtarë çon lojtarë të rinj ligës së dytë inkuadrim në Kebesa. Si vjet besor nuk shoh një nivel, do të thonë duket se çdo vit niveli bie shumë. Besoni ta shihni ekipat e ligës së dytë çfarë niveli janë, është me vërtet. Niveli cilësia është më dobët se sa liga e tretë. Është besos nuk ka dallim on liga e dytë ose on liga e tretë. Shumë pak mund të jetë një dallim shumë pak. Ama niveli i lojës, niveli i ritmit, niveli i ngarkesës, të cilët lojtarët duhet të hapen, është shumë i nivelit ulët. Reprezentacioni i Maqedonisë në garat kualifikuese në grupi 1 është duke bërë rezultate të jashtëzakonshme. Si i vlerësoni ju këto suksese të reprezentacionit? Pasi është pranë kualifikimit në botrorin 2026, edhe pse ka ndeshje e fundit do të vendose për këtë gjë, mirë po, sukseset e deritanishme janë maramendse. Do të thonë janë të shkëlqyeshme. Po nuk diskutohet, unë i kam gati se çdo lojë kam gjek të reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut dhe me të vërtetë më kanë impresionuar edhe lojët të cilët ka qenë me Belgjikën, edhe këtu, edhe në Belgjik lojët të cilët e luajtën atje, ka qenë një lojë me të vërtetë perfekte. Çtash normalisht kur shkon të luash me një Belgjik, normalisht aspekti defanziv do të mundosh ta bësh sa të kesh mundësi më perfeksiono. Po mbrojtja e Maqedonisë i dha një provim të jashtëzakonshëm. Me në krye Visar Musliën, të cilën ju e keni filluar si keni zbuluar si futboll. Me nxënësin tim i cili ka dhënë një kontribut që nuk diskutohet. Unë njëm habit, të them drejtën atë ditë kur e kom pa lojën, nuk e pritësha për Maqedonisë se do të luajë në atë nivel dhe në atë përpikshmëri. Flas vetëm fazën. Është një kënaqësi, flas vetëm fazën defanzive të cilët e kanë bërë. Normalisht e kanë bërë në nivel. Do të thonë se të marrësh një pikë kundër Belgjikës. Kombëtares së Belgjikës, e cila është në 3-4 ekipet më të mira në botë, ajo është një sukses i jashtëzakonshëm. Nuk diskutohet. Do të thonë kjo është merit e punës së seleksionuesit, e stafit të tij, por edhe të gjithë futbollistët të cilën e veshin fanellën e reprezentacionit. Do të thonë ajo një zinxhir i lidhur, do të thonë ajo puna permanente ose puna disa vjeçare të cilat edhe kjo gjenerat ka dhënë edhe shkëndijat e para se kjo është gjenerat e cila është për së herë është kualifikuar edhe në kampionatin evropian të moshave U21. Dhe shihet që ka një 2017. Po, do të thonë shihet që ka një cilësi, një kam pas fat të jem prezent në kampionatin e 2017 në Poloni edhe 2021 në Rumani, do të thonë ajo gjenerat vazhdon të sjellë suksese të jashtëzakonshme. Kjo do të thonë në një periudhë, do të thonë gati se i bëhet gati 10 vjeçare, do të thonë rritje nivelit të reprezentacionit gati gjithnjë ka shkuar në rritje. Do të thonë nuk është se Maqedonia më në atë nivel kur çdo ekip ose çdo kombëtar tjetër që vinte shënonte 2-3 gola, 4 gola dhe ktheheshin. Do të thonë tani kemi cilësi më të mirë. Kemi cilësi, kemi kvalitet. Shembull ka pas situata ku reprezentacioni me ekipat anonime, San Marino, ato ka pas Liechtensteinin, Andorrën, me ato. Kishte probleme të mëdha. Ku çtash me vërtet me ato ekipe nuk i ka këto probleme, ku përballohet me ekipat. Por tani ju bën probleme ekipeve më të mëdha. U bën probleme ekipeve Italisë, Belgjikës, ndoshta edhe tash Velsit në këtë ndeshje vendimtare se me fitore eventuale do të siguronte play-offin për kualifikim në Euro 2026. Tash të kthehemi pak futbollit shqiptar.
Shqipëria shënoi një sukses të jashtëzakonshëm me fitoren kundër Serbisë në Leskovec, kurse Kosova fitore kundër Suedisë në Göteborg. Këto janë të jashtëzakonshme që japin shpresa për kualifikim në botror, por një sukses i madh për futbollin shqiptar në përgjithësi, kur dihet se në kombëtaren shqiptare ka futbollistë nga të gjitha viset shqiptare. Si komentoni ju këtë? Unë të them drejtën, po ashtu lojën të cilët ka qenë Serbi, Shqipëri, të cilët ka luajtur në Leskovec, Shqipëria ka treguar një performancë gati se po ashtu perfekte në krejt drejtimet dhe kam pas shumë besim se atë lojë nuk do ta hupje Shqipëria. Përse e them kët? Ngjesha një siguri të cilët e luajshin ekipi i Shqipërisë, lojën të cilët e zhvilloeshin, aksionet të cilët i krijoheshin, me të vërtetë kishte një ndërlishmëri, kishin besim vetvete të gjithë lojtarët. Kishin besim vetvete. Vetëm priti momentit kur do të shënohet golli. Dhe ai moment erdhi. Shqipëria patën një rast 100%, të cilin në fund mundshëm ta bëjnë rezultatin 0-0, por normalisht futbolli janë sende të cilët nuk mund t'i parashohësh, po kryesori është shkruajtëm një histori dhe bëm një fitore të cilët unë kam besim që Shqipëria mund edhe kualifikohet në botror. Po Kosova? Pak me lojën të cilët i ka luajtur në pjesën në Kosovë, ka qenë pak zhgënjese, po e kthejnë dinjitetin, domethënë në lojën të cilët e kthejnë siç është kombëtarja e Suedisë, nuk diskutohet në niveli, me një fitore dalësh në Suedi është një merit i jashtëzakonshëm, s'diskutohet. Me të vërtetë me një lojë perfekte, me një angazhim perfekt. Se ato janë nivele shumë të larta ku detajet e bëjnë diferencën, edhe Kosova ka treguar një dinjitet burror. Ti kthehemi pak edhe ekipit ton që është simbol i futbollit shqiptar në Maqedoni, pra klubi të futbollit Shkëndija, që këtë vit ka shënuar një sukses historik me kualifikimin në fazën e grupeve të Conference Ligës. A kanë qenë të pritshme këto rezultatet të ekipit që drejtohet nga Jeton Beqiri, apo është befasi? Unë mendoj se Shkëndija e mrini më atë nivelin ku duhej ta bonte atë hapin final të hije në këto grupe dhe gati se priti kjo çdo moment për të inkuadruar në ndonjë grup ose në fazën konferencë ose Europa League dhe Shkëndija e meriton të jetë në këtë grup me këto ekipat elitare. Domethënë kontributi i mundi i jashtëzakonshëm disa vjeçar dhe unë më bëhet qefi se shkruajmë histori, po ashtu kolegu im shokim Jeton Beqiri ka bërë një punë, diskutohet, një punë perfekte, një punë të jashtëzakonshme, një punëtor shumë i madh dhe më bëhet qefi shumë të cilët ka arrijnë këtë nivel dhe Shkëndija ka treguar lojë me vërtet shumë cilësore. Dhe presish edhe në të ardhmen. Sidomos të njëjtën kundër Shqipërisë. Sidomos të njëjtën unë pres që Shkëndija mund edhe ta kaloj këtë ekip. Nuk është diçka për habi. Pastaj një sukses tjetër është edhe i Klisman Cakës, i cili u ftua në kombëtaren shqiptare. Po domethënë ajone kualiteti të cilët i ka pas Shkëndija dëshmon se domethënë Shkëndija ka lojtarë të cilët e meritojnë të jenë edhe në kombëtare shqiptare ose reprezentacionin e Maqedonisë. Ku kemi Reshatin reprezentacionin e Maqedonisë, kemi Klisman Cakën reprezentacionin e Shqipërisë, më thonë kualiteti ekziston brenda. Puna permanente e Shkëndijës, të cilët e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dhe një sukses ku do të mbahen me do të jetë histori. Mendoj ato historinë e kanë bërë, po do të përmendet shumë gjatë. Amir, në fillim të emisionit thatë se prindi juaj ka qenë ai i cili ju ka dhënë hapësirë që edhe ju të vazhdoni me futbollin. Ndërsa, sipas njohurive tona, edhe djali juaj vazhdon të merret me futboll. Është me sa duket portier në grupmoshat e Shkëndijës U17. Ju keni qenë me siguri më i suksesshëm se prindi juaj. A pritni që djali juaj të jetë më i suksesshëm se ju?
Do me thonë, kjo është një tradit, me vërtet tradit familjare, do me thonë, brezi parë babi im, pastaj vazhdoj une, dhe kështu djali im Festim Veliu, i cili në grup moshat e reja U17 të Shkëndzijës, cili normalisht ajo është ende në fazë të zhvillimit ose në hapat e karrierës vet. Unë besoj që Festimi është një punëtor jashtëzakonshëm. Nuk se kam djalë, unë se të thonë se që djalin i lavdëron Amiri, është një punëtor i jashtëzakonshëm dhe kam besim se Festimi do të më kaloj edhe mu në karrierën time. Rrethonat e karrierës time ndoshta kanë qenë në atë periudhë çashtu. Ashtu ka qenë të shkojë. Edhe kushtet. Edhe kushtet, normalisht, ne kemi pas një klub atëherë, niveli si Teteksi ka qenë, ku klubet tjera që nuk kanë qenë të nivelizuara. Ne kemi qenë shembull, unë mbaj mend si fëmijë u thosha në kam për të ardhur stërvitje. Kushtet kanë qenë. Por dëshira për futbollin. Ndoshta sot shembull djali im Festimi, i cili unë e baj çdo ditë në stërvitje, bie kur kam kohë, se normalisht unë jam angazhuar shumë me klubin me sen. Po besoj vetëm Zoti t'i japë shëndet, besoj që do të mbërrijmë ashtu. Sigurisht, i dëshirojmë sukses edhe ne. Amir, ju krahas sportit, si keni qenë si futbollist dhe si trajner aktiv, ju keni studiuar dhe keni diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tetovës dhe tani jeni në arsim, punoni si profesor i edukatës fizike, me siguri. Po. Sa nxënësit janë të interesuar për sport? Të thëmë drejtën, jetojna me një periudhë ku teknologjia me të vërtet ka bo një stagnim të jashtëzakonshëm. Besoni se nxënësi çtash në këto periudha, në këto rrethana ku jetojmë ne, vetëm interesi ka telefoni, që është një smundje shumë e rëndë për shoqëri. Besoni ka nxënës të cilët nuk është interesuar të bëjnë një gjysmë aktiviteti. Edhe në orën e mësimit vinë, duke shikuar TikTok, vetëm është i fokusuar në telefon. Ti detirohesh si profesor, si pedagog, si prind, që e largo për kësaj, ti duhet bësh një aktivitet njëse, dhe gjeneratat të cilët na vjen me një aktivitet shumë pasiv. Me një obezitet, me një ntrashje, me një deformim fëmijë të vegjël, kur të shohësh fëmijë vegjël, ka obezitet, do me thonë trashje. Unë shpeshherë diskutoj edhe me nxënësit për kuriozitet. A ke dalë profi sot hecish, a ke bo një aktivitet? Ja, profi, kam dhejtë në shtëpi, televizor, telefoni, se do me thonë vjen pasivitet. Një dukuri negative. Shumë negative për këtë shoqëri. Nuk në gjendje një nxënës i shkollës shembull fillare, 13 vjeçar, ta zonë 14 vjeçar, nuk në gjendje t'i bëjë di rreth e vrapim të salla sportive. Nuk në gjendje t'i bëjë. Nuk ka kjo është për keqardhje e pa. Nuk ka motorik për ta bërë. Besoni se shumë pasiv. Amir, ju jeni angazhuar jashtëzakonisht shumë. Trener në Akademinë e Futbollit, profesor në shkollë dhe angazhimet të tjera. Si e përjeton familja juaj mungesën tuaj nga shtëpia? Besoni, unë shembull orari jem gati i përditshëm, është 6:30. Shkoj në shkollë e krij obligimin tem të cilët e kam për pjesën e edukimit të fëmijëve. Pastaj prej atij shkoj në pjesën e stërvitjes ku duhet ta shohësh si zhvillohet stërvitja, si shkon, a ka nxënës, a punohet sistematikisht normalisht në ato rrethana të cilët ne mendojmë ti praktikojna. Dhe kështu me të vërtet ditën e kam shumë të angazhuar, me nxej se xhi pakës hapësirë ose kohë. Dënjëherë dalë edhe me shoqen time, me festimin tim edhe me familjen takon kështu. A të qortojnë? Po shpesh herë në konfrontim me familjen, po ku je gjithë ditë ose pse ke ardhur ora 9 ose 10, angazhimet normal në profesionalizëm, angazhimi është maksimal, ku çdo detaj duhet të ne ta hecim, çdo proces të jetë sa më mirë, sa më perfeksionuar. Amir, ndoshta vallë kam harruar diçka që pjesë, ndërsa opinioni duhet të dinë diçka tjetër që unë se kam përmend për Amir Veliun.
Po shumica e njerëzve mu më njohën si Amir Veliu, qoftë si trejner, si profesor, thash si njeri një modest, nuk jam njeri shumë i eksponuar dal të eksponohem. Njeri i heshtur për punëtar. Ma shumë e kam qif punën ta kri, pastaj ndoshta puna dhe kush do ta vlerësoje punën teme. Besoj që u thanë disa pika të cilet ishin më të rëndësishme. Kryesorja është une mburëm me ato, me të vërtet punoj me një profesion, me gjenerata të reja, ku nesër pas nesër, kur e shot dhe një zonës timin, kështu si shembulli Visarit, mburëm ta shoh diku në nivelin lart. Edhe unë jam ashtu tip, shembull, mburëm me suksesin e qetrit, po është e kënaqësi, për atë domethënë punën të cilët e derdhur ka dhënë diçka. Do punën unë të cilët e kam bë, do thonë ka arrit prodhoj një frit të cilët jetë i niveli. Ka edhe disa lojtarë të cilët i kam pas janë lojtarë të cilët unë i kam selektau kanë qenë Shkëndi, që tash janë në nivel çati ku. Atëherë jemi duke biseduar afro 20 minuta e tepër. Për në fund, cila është porosia e ish futbollistit, trajnerit të futbollit dhe profesorit të edukatës fizike, drejtuar gjeneratave të reja të cilët pretendojnë që të merren me sport? Shumë, unë vetëm kisha bën një apell ke prindit, vetëm t'i orientojnë fëmijët në aktivitet. U lutem, vetëm aktivitet, angazhim sa më shumë. Përgatitim një shoqëri të shëndosh. Vetëm me anë të aktivitetit të shëndosh, vetëm me anë të aktivitetit të cilët do të bëjmë, sa më shumë t'i orientojmë fëmijët në aspektin e sportit. Shesum kuadrë shëndosh, vetëm ajo na krijon një shoqëri shëndosh. Se përndryshe shkojmë me të vërtet me një situatë. Sporti është ambasadori më i madh. Shkojmë me një situatë shumë të rëndë. Vetëm u lutem angazhoni fëmijët sa më shumë nëpër klube sporti. Pa marrë parasysh unë jam trener futbolli, normalisht unë do të them çoj më shumë futboll se çfarë do sporti të jetë, fëmiu zhvillohet shëndosh. Vetëm t'u largohen devijimeve të pahishme. Zhvillohet shëndosh. Nuk do të thotë se ai mund normalisht kur të kish një numër të cilët do të ushtrojnë, ato do të mbërrin dikush, po kryesorja zhvillohet shëndosh. Amir, në emrin tim personal dhe në emrin e stafit të televizionit Koha, të falenderoj për kohën që ndajte dhe që ishe pjesë e emisionit me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha. Faleminderit e juve, me të vërtet vjen kënaqësi shumë kështu me këto emisione tuaja, kur isha bën një emision nëse një punë të papar. Faleminderit shumë për ftesën, ndjem i nderuar shumë. Të nderuar teleshikues, me kaq përfundojmë emisionin e sonshëm me legjendat e sportit, ku të ftuar e kishim ish futbollistin, trenerin e futbollit dhe profesorin Amir Veliu. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.